Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit ton El Fala. Sot me juve moderator Dardan Gashi dhe gjithashtu me ne Hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, selamu alaikum, mirë se u takuam. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëlla Dardan, mirë se u takuam përsëri duke lutur Allahun sinqeritet dhe devotshmëri në fjalë, në vepra. Amin. Dëshiroj që ti përshëndes të gjithë vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për projektin tonë dhe gjithashtu edhe sponsorët, ju faleminderit të gjithëve, Allah ju shpërbleft. Hoxh këtë si për bazë ke hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Men lam yashkuri nas lam yashkuri la. Kush nuk falendron njerëzit, nuk ka falendruar Allahun. Allah shpërbleft. Hoxh, sot do flasim për temën forca e durimit në periudhat e vështira. Si mund të ruajmë besimin, qetësinë dhe forcën e brendshme kur gjatë jetës sprovohemi? Pra sprovat janë këtë botën, këtë dynja dhe tema shumë e qelluar. Shumë e qelluar për shkak se sprovat janë një pjesë e jetës së përditshme të njerëzit dhe të pandara. Dhe njeriu do të sprovojë gjatë jetës së tij deri në momentin e fundit. Kështu që në këtë botë sprovohemi, kurse në botën tjetër shpërblehemi ose dënohemi. Si temë shumë e qelluar për shkak se jetojmë në epokën kur ne kemi nevojë shumë për këshilla, shumë për ngushëllime, shumë për fjalë pozitive, për optimizëm, në kohën kur pesimizmi ka kapluar shpirtrat tonë, e kështu që si temë shoh shumë të qelluar dhe shpresoj se në të ardhmen do të mundet të diskutohet ende më shumë për këtë temë. Para së gjithash të kuptohet se qëllimi i kësaj teme është që ne t'ua shpjegojmë vëllezërve motrave, t'i drejtojmë, t'ua shpjegojmë, t'u ndihmojmë ta kuptojnë se sprova si sprovë është ajo në momentin kur ti duron, kur sprovohesh, është mundësia që ti të afrohesh tek Allahu te bareke ve teala, dhe se është një mundësi e madhe për ta mbushur vetin tanë, shpirtin tanë me plot energji në moment kur ti sprovohesh dhe ti duron. Çfarë është durimi në kuptimin më të thellë të fjalës? Duke ditur se dikush mund ta kupton se durimi është me mbajt veten, me duru, me u ndal. Normal, durimi si durim gjuhën arabe quhet sabër, është kur në momentin kur njeriu sprovohet, se njeriu kur është rahat, është mirë, s'ka çka duron, është mirë, domethënë s'ka diçka që e nxit atë për të keq reagon ose për të duron. Por durimi si durim sabër është në momentin kur njeriu sprovohet të mos shprehë shpirtërisht ankesat e tij, të mos ankohet shpirtërisht, të mos i thot me gjuhën e tij fjalët të paknetësisë dhe gjithashtu të mos bën vepra që dëshmojnë jo durimin, jo sabrin e tij, vepra që tregojnë mos qëndrueshmërinë e tij. Pra kjo është sabri. Në momentin kur njeriu sprovohet, duhet të mos shprehje paknatësinë me gjuhën e tij, mos të shprehje ankesat me shpirtin e tij, e gjithashtu të mos reagon, të mos bën veprime, të cilët veprimet tregojnë, aludojnë se ky njeriu është i padurueshëm, nuk është sabërli, e duke i ditur se Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të jemi prej durimtarëve, prej sabërlive. Kenen kupton se nuk është durimi siç ne kuptojmë na vetëm durim, po dhe reagimi, çu ke më herët. Kemi por që në shumë hadithe dhe ajete kuranore përmendet që durimi është gjysma e besimit. Po, Allah shpërbleft, para se të cekim, do më thënë këtë durim si gjysma e besimit, fatkeqësisht, as që e cekim më parë se njerëzit mundohen ta tregojnë atë durimin e tyre në momentin kur nuk nevojitet ma durim. Për shembull, në momentin kur dikush sprovohet i vdes e vladi, tamam? E tash mas vdekjes së vladit, mas një javë ai ma qetësohet, masi që i ka bërë gjërat ose reagimet më të rënda, më të këqija në momentin kur është sprovuar. Jo rastisht ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-sabru fi sadmati al-ula, sabri durimi është në goditjen e parë, në momentin e parë të goditjes, në momentin
kur i ndos prova, në momenti kur i vjen lajmi aberi njeriu se e ka goditur kjo fatkeqësi, kjo sprov, e aty tash tregohet sabri i durimi. Kur shkon një javë, një muaj, ti s'ke çajre, s'ke zgjidhje tjetër poshtë të pajtohesh, se vetë se mati do ta vazhdosh atë jetën tënde. Sa i përket çetësike se durimi është gjysma e imanit, këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot është për të çuditur, është për të habitur me hallin, me gjendjen e besimtarit. Thot besimtarit, me hallin e gjendjen të muslimanit. Është për të habitur. Pse? Se muslimanin kur e godet thot një e mirë ai falenderon. Alhamdulillah. E kur e godet thot një e keqe, kur sprovojë me ndonjë sprov, ai duron. Pra në moment kur është mirë, gjithçka është në rregull, ai nuk ndalet ta falenderon Allahun subhanahu wa taala. Sepse ky falendrim që ja bën Allahu azza wa jall në momentin kur është në gjendje të mirë, do t'ja mundson që në gjendje sprove, fatkeqësie të duron, sepse përmes falendrimit dhe mirënjohjes që e ka bërë Allahu subhanahu wa taala, ky njeri ka mbushur shpirtin e tij me energji, dhe kështu që kur sprovohet pastaj shumë kollaj e ka të duron. Allah shpërblet hoxh. A mendon që njerëzit e humbin durimin më shumë në ku sprovash? Po, dëgjoj, Dardan Lajm, kjo është diçka që të gjithë mund ta dëshmojmë këtë. A kupton se njerëzit kur e hupin durimin në moment sprovoj, kur sprovohen, po kur sprovohen me gjëra që i kanë më afër zemrave të tyre. Sprovohet me fëmijën e tij, sprovohet me pasurinë e tij, sprovohet me bukurinë e tij, gjëra që do të thënë më të afërta, gjëra më të afërta e zemrës e tij. Tash kur i merret diçka që është gjëja më e dashur e zemrës së tij, atëherë ka lëkundje të zemrës së tij. E në moment kur ka lëkundje të zemrës së tij, e tash është momenti të dëshmohet, të tregohet imani, besimi i personit, i njeriu të sprovuarit. Në momentin kur është sprovuar, tash të shifet se sa ai është durimtar, sa ai është sabërli dhe si ai do të reagon në atë moment. E tash normal këtu duhet të dëshmohet imani, besimi që ai duhet të bon sabër, duhet të duron dhe duhet ta shprehë atë kënaqësinë e tij me vullnetin, caktimin e Allahut te bareke ve teala. Mundemi me thonë që Allahu na sprovon përmes atyne pikat që e tregove ku neve na e kemi më të afërt zemrës. Se ato është qëllimi. Po tash ke parasysh nëse ty të vjen një haber, një lajm se është po sprovu një vëlla me ke parasysh ti e ndjen atë keqardhën apo për shkak të gjendjes situatës që po nuk është momenti ku për ti tash kërkohet ti të jesh sabërli durimtar, se nuk është prej zemra jote. Do të thënë nuk është marr diçka që e ka plan zemrën tënde ose që është e dashur te zemra jote. Por në momentin kur do të sprovohesh me diçka që e don zemra jote, e aty tash ka lëkundje të zemrës, aty tash duhet të dëshmohet prova teste. Po. Cilat janë mënyrat më të zakonshme me të cilat njeriu e humb kontrollën gjatë vështirësive? Shikoj vëllai, fatkeqësisht dobësia e besimit e imanit e bën të veten, dhe në moment kur njeriu sprovohet, e hub atë GPS-in, e hub atë drejtimin i zgjedhjes së problemit të tij ose mënyrën e durimit, sabrit që kërkohet prej tij. Në moment kur njeriu sprovohet, ai vetë që të ankohet Allahut, shkon i ankohet njeriu. Po. Por ti para se të trokisish në dyrët e njerëzve, duhet të trokisish në dyrët e Allahut, dyrët e qiellit. Sepse njerëzit, ne duhet të kërkojmë ndihmë njëri prej tjetrit. Dhe më lejohet që të kërkoj ndihmë diçka prej teje që ti e ke mundësi të më ndihmosh. Po nuk më lejohet të kërkoj ndihmë prej teje për diçka që ti nuk ke mundësi që të më ndihmosh në asnjë farë mënyre. Tash nuk më lejohet që unë ty të kërkoj ndihmë për diçka që ti s'ke mundësi të më ndihmosh. Kur njerëzit ankohen tek njerëzit dhe nuk janë ankohen Allahu subhanahu wa taala, kjo dëshmon dobësinë e tyre. Pastaj kur zan fajtor vetin e tyre ose të tjerët, tamam? Dhe gjithashtu mund të themi kur nuk pajtohen me vullnetin, caktimin e Allahut te bareke ve taala, edhe pse ka edhe shumë tjera, por këto veçanërisht, domethënë ato
pikat Pikat që më- dëshmojnë, më të po. rëndësishme që dëshmojnë dobësinë e durimit të atij që duhet bërë në momentin. Po, humbje Kur sprovosh. e kontrollës e Po, e ceki. po. A ka ndonjë dallim midis durimit aktiv dhe dorëzimit pasiv? Po, ka dallim. Dallim është se tash të gjithë sprovohemi, tamam? Sprovohemi edhe sprovat janë të ndryshme, por veç asaj shumë njerëz sprovojnë me të njëjtën sprov. Unë, ti, tjetri sprovohemi me humbjen e vladit, me humbjen e pasurisë, por tash reagimet dallojnë njëri nga tjetri. Nuk do të jenë reagime të njëjta. Po. Pse? Tash unë u sprovova. Masi u sprovova tash u bllokova, edhe në të njëjtin vend unë qëndrova. Edhe asnjë lëvizje unë nuk bëj. Kap dëshprimi, humb shpresën në ndihmën që do të më vjen pranës të Allahut. Nuk pajtohem me dëshirën me vullnetin e Allahut. Por ti u sprovo me të njëjtën sprov. Por ti nuk u ndale. Sprova ty nuk të bllokoj. Tham, nuk është problem të rrëzohesh, sepse gjatë jetës ne do të rrëzohemi, do të provohemi, por është problem nëse ne rrëzohemi dhe nuk qohemi të vazhdojmë rrugtimin ton. Tash ti u sprovoje. Tash çka duhet bër? Duhet ti hapish krejt dyert e sprovave të tjera, tash duhet ta lash punën, duhet ta divorcosh gruajen, duhet mos komunikosh me njerëzit, duhet të izolohesh. Pse? Për shkak se kam humb pasurinë. Do të thonë për shkak të një sprove, tash ka ty të kap pesimizmi, po e ngarkon vetin tan ande më shumë. Tamam? Kjo është pasiv, themi dorëzimi pasiv, kur njeriu duhet të jetë aktiv. Si aktiv? Okej, u sprovova. Vazhdo rrugtimin tan. Pajtoj më vullnetin e Allahut, ti u sprovoj se Allahu ka dashur që të sprovohesh, se ti nuk je vetëm që sprovuar në këtë botën, këtë dynja, po të presin edhe shumë punë tjerë. Presin e vladet, pret puna, pret shoqëria, pret vetvetja, pra se gjithash është një rrugtim, në të cilin rrugtim jemi të gjithë dhe do të shkojmë tek Allahu te bareke ve teala. Andaj mos u ndal për shkak të një sprove dhe mos u blloko. Besoj që është edhe harrojmë shpesh herë që ndoshta një gjë e cilin na e konsiderojmë e mirë për ne, nuk është dhe Allah në një mënyrë na largon me sprova, po me sikur e ceke humbjen e pasurisë dhe Allah vetë përmend në Kur'an, në ajetin Kur'an. Po, pa pikë dyshimi shumë gjëra vëllai ne shohim si gjëra të mira për ne. Por Allahu subhanahu wa taala na sprovon me çfarë gjë? Me hikmetin, urtësinë e tij, që është më e mira për ne largimi i saj, që do të na kompenzon me diçka tjetër. Tamam, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Do të ju thotë e duni diçka, por ajo është e keqe, e dëmshme për ju. Kemi rastin e Musës me Khidrin gjatë udhëtimit që e bën kur në surën Kaf, kur e mbyt një fëmijë me pa të drejtë, por do të thënë me autorizimin dhe lejen e Allahut te bareke ve teala dhe shpallën që jep Allahu, pse kur ja shpjegon, kur i tregon Musës, sepse ky djalë do t'i dëmtonte prindërit e tij. Se ne e dim të ardhmen pas Allahut askush nuk e din. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë ja mundsoi Hidrit që ta din se ky fëmijë do t'i dëmtonte prindërit e tij, do t'i shkatronte, dhe se Allahu do t'u jep atyre një fëmijë i mirë i hajrit. Pra, kur Allahu ta merr diçka që ti mendon se është e mira për ty, mos harro se Allahu ka më dhënë diçka shumë më të mirë për ty, që do të jetë e dobishme, dhe se aty ka pas diçka që ti nuk e din. Por vetëm pajtohu me vullnetin Allah. Planet e tij janë me të vërtetë më të mira se sa tona. Pra, pikë dyshimi dhe që nuk mund t'i dim në planet. Po, patjetër. Besoj me gjitha këto fjalë mund të më thotë që është një parapregaditje, një ushqim të brendshëm që duhet me bër përpara se na godas sprova për durimin. Nëse ne më shku kështu direkt. Jo, dëgjoj tash thjesht merr vetin shembull tash për shembull nëse unë e ti na pret një punë fizike e madhe, tamam? Dhe ne kemi ngrënë ushqim 2 ditë, 3 ditë. Po. Ose 5 ditë. Sa do të kemi forcë ne ta provallojmë dhe ta realizojmë dhe ta bëjmë këtë punë fizike që me vërtet nevojitet forcë. Kur ne na mungon forca. Kështu ndodh edhe me sprovat në momenti kur kërkohet prej neve që ne të durojmë. Por ne nuk mundemi të durojmë përderisa shpirti ynë nuk është i ushqyer me ushqim të dobishëm, ushqim të mirë. Po. Tamam? Se siç ka nevojë barku të ushqehet, ashtu ka nevojë edhe shpirti. Shpirti ka nevojë për Kur'an. Shpirti ka nevojë për namaz. Shpirti ka nevojë për lutje, për dua. Shpirti ka nevojë për vetë përmbajtje në momente të mëdha ose sprova të mëdha, por duke u mësuar përmes provave të vogla. Të vogla, po. Tash ne sprovojmë me sprova të ndryshme, ka sprova që janë të vogla. Ne
mësohemi përmes atyre sprovave, që ne se kur na godet një sprovë më e madhe, mos ta kemi vështirë. Por nëse ne nuk durojmë, nuk tregojmë kënaqësinë tonë me vullnetin, caktimin e Allahut, në sprovat më të vogla. Po. Nëse ne keq reagojmë, nëse shprehim pa kënaqësinë, ankesat tona shpirtërore, çka pritet prej neve në momentin kur do të sprovojmë me sprova më të mëdha. Po. Atëherë, normal se nuk do durojmë. Pse? Për shkak se ka mungesë të ushqimit shpirtëror. Që shikime vitaminat trupërore janë edhe vitaminat shpirtërore. Merr gjithë to që i cekëm, Po. edhe shumë tjera, domethënë vitamina që shpirti ynë ka nevojë për të jetë i fortë Po. në momentin kur ne na nevojitet forca. Forca. Në çfarë roli ka besimi në Allahun në forcimin e durimit? Besimi është bazë e durimit. Po. Nëse personi nuk beson, atëherë nuk mundet edhe të duron. Për të duruar duhet besuar. Besuar në çka? Një prej 6 shtyllave të imanit, besuar në caktimin, kaderin e Allahut te barekuhu teala. Mirë, e keq që ka ndodhur, vjen me vullnetin caktimin e Allahut. Mirë. Tash kur unë të besoj dhe kam këtë si bindje të fortë se kjo është vullneti i Allahut, dhe kjo është caktimi i Allahut, dhe se në çdo sprovë ka mirë, mas çdo sprovë fshihen shumë gjëra të mira. Por vetëm prej me kërkohet durim sabër, unë do duroj. Pra durimi, kjo është roli i imanit, i besimit. Roli i imanit është se kur ti ke një besim të fortë dhe i bindur Allahut subhanahu wa taala, dhe plotësisht ti je i kënaqur me vullnetin, dëshirën, caktimin e tij, ti shumë kollaj e ke të durosh. Por nëse të mungon besimi, ti do të jesh i padurueshëm. Dhe reagimet e tua në moment të sprove do të jenë reagime jo të mira, qofshin ato me fjalë, qofshin ato me vepra. Allah shpërblet hoxh. Bashkë me ty. Kjo është ndoshta edhe mosnjohëria ndaj krijuesit ton. Po dëgjoj, nuk do të besojmë në diçka nëse ne nuk e njohim. Po. Okej? Nuk do të besojmë, nuk e duhemi diçka që nuk e njohim. Për ta njohur duhet adhuruar e njerë knatësin e adhurimit që ati javëm. Mushrikët para islamit besuan në ekzistimin e Allahut te bareke ve taala. Mirë po, kur atyre u tha hajde një tash adhurojeni Allahun, thanë jo ne do të adhurojmë idhujt dhe përmes idhujve ne do të shkojmë tek Allahu. Përderisa ne besojmë fuqishëm në Allahun, e njohim Allahun fuqiplot, ku Allahu thot në librin familjar fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se Allahu është një i vetëm dhe se ka zot tjetër post tij dhe kërko falje prej tij. Pra në fillim Allahu subhanahu wa taala fillon ajetin kuranor me dije, mëso, i njohur, ki parasysh, duhet të dish. Pra çka? Se është një zot i vetëm i cili meriton të adhurohet. Pa dituri, suni njohësh zotin. E vërtet është. Hoxh e ke cekë edhe në episodin e kaluar që ne kemi bërë bashk, ku namazi dhe lutjet janë dobishme për uljen e stresit. Mundemi me thotë që është e ngjashme edhe për durimin. Pa pikë dyshimi. Roli i namazit, i lutjeve nuk është vetëm në moment stres, kur njeriu është i stresuar, ose në moment sprove, por në çdo moment kur njeriu e kapin brengat, mërzit, shqetësimet e kështu me radhë. Pra roli i namazit, e i lutjeve, e i namazit është, më thënë, në çdo moment nevojë, po jo vetëm edhe nevojë, por edhe kur jemi mirë. Tamam? Pra si ti gjoherë ke nevojë për ushqim. Kështu ndodh edhe me shpirtet tonë. Shpirtet tonë kanë nevojë për ushqim. Edhe nëse nuk kemi ndonjë sprov, duhet të ushqejmë. E ushqimi i shpirtrave tonë është adhurimi që e bëjmë Allahut te bareke ve taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur sprovohej me sprova të ndryshme këtë botën, këtë dynja, ai çka kërkonte për Bilalit me uçesun e namazit. Thotë hajde Bilal, na çeso me namaz. Pra bën kametin që të falemi, se me hyrjen tënde, me fillimin e namazit, ti haron brengat, problemet, shqetësimet, sprovat me të cilet je sprovuar, sepse sprovat nuk janë më të mëdha se Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk duhet kushtuar rëndësi sprova më shumë se Allahut azza wa jall. E kur dikush të më rëndësi Allahut, dhe kur do të i nështrojmë aty plotësisht me një shtrim të plotë të sinqert, harrohet edhe sprovat edhe gjithçka dhe minimizohen sprovat, se normal kështu vëllai. Allahu subhanahu wa taala thot la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon një shpirt për të mundësive. Tash po pse sprovat në duken të rënda? Në duken të rënda se imani është i dobët. Po. Kur imani është i dobët, sprova në duket shumë e madhe. Tamam? Po kur imani është i fortë, sprova pale sa me kanë e madhe të duket e vogël.
Po është që ke cekë edhe në episodin e kaluar ku në këtë jetë ka herë nuk bëjmë kur pauzë, edhe namazi është një lloj momenti pauze për shpirtin, për trupin, për kokën, për të gjithat. Po. Hoxh, e kemi parë që në Kur'an Allahu ja ka kushtu një pjesë të Kur'anit ku kemi shumë historia, ngjarje të pejgamberëve apo të njerëzve të drejtë, ku përmes tyne mundemi të mësojmë për durimin, forcën e durimit, fuqinë e durimit. A mundesh të na tregon si mund ta mësojmë dhe se qysh muslimani nuk do të harrohet që ato historia nuk janë vetëm histori që Allah ka përmend, po që është një shembull, një mësim për neve. Dardan vëllai, çdo herë ne i referohemi Kuranit. Po. Në çdo rast, në çdo nevojë, në çdo situatë, edhe se shembujt më të mirë kemi në librin e Allahut te bareke ve teala dhe jo rastisht Allahu azza wa jall Kurani ka bën një e tretë histori. Po. Tamam, dhe Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famullar thot se neve juve u cekim, u përmendim ngjarje të ndryshme historike që kanë ndodhur te popujt e mëparshëm që në mësim për ju. Tamam? Ajo që ka ndodhur me profetët e tjerë është mësim për ne. Që ka ndodhur me popujt e tjerë, mësim për ne si popull. Si i kanë dëshkuar, mund të dëshkuam edhe ne. Si janë shpërblyer, mund të shpërblehemi edhe ne. Ne prej gjithë atyre pejgamberëve dhe rasteve të ndryshme që i cek Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famullar, ne kemi raste më të mira dhe që më së shumti mund të them merret si shembull është Ejubi alayhis salam, i cili më saktësisht 13 vite me radhë deri në shtratin e tij, pa lëviz, humbi pasurinë, fëmijët, vetëm bashortit e çka i mbeti. Gjithçka humbi. Por ai shpirtërisht nuk shprehu paknatësinë ose ankesat e tij ndaj Allahut azza wa jall. Me fjalët e tij nuk shpreh paknatësinë dhe fjalë jo të mira. Me veprat e tij nuk bëri vepra që tregoj jo pajtueshmërinë e tij me vullnetin e Allahut. Jo. Ma fund çka o Ejubu idh nada rabbah, dhe Ejubi e thiri Zotin e tij. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, se mu Allah më ka kap e keqa. Po. E tije mëshiruesi më i madh. Pra, nuk shprehu pakënaqësi, po se ju ankoha Allahut. Jo tu ankohet njerëzve, siç e kemi për traditë ne. Pra, mas gjithë atyre njerëz duroj vite durim dhe pastaj ju drejtua Allahu subhanahu wa taala me ankesën e tij, duke kërkuar për Allahut që Allahu t'ia lehtëson atij këtë hall. Elhamdulillah që e cek Ejubin alayhis salam, sepse besoj ka herë harrojmë kur prekemi nga sprova, harrojmë që koha e sprovës, me kohën ku kemi qenë mirë, kemi tendencë me harru dhe ankom shumë shpejt. Mund me konë ndoshta një muaj ku njeri sprovohet dhe 30-40 vite ku njeri është elhamdulillah është me tanat të mira dhe kemi tendencë me harru këtë. Ose do të ankohemi. Allah subhanahu wa taala njeriu ndardan e mërton kenut. Inna l'insani li rabbil kenut. Vërtet njeriu ndaj Zotit të tij është kenut. Kenut është kur të gjithë ato mija të mira është i fokusuar vetëm te një sprovë. Po. Kjo çdo herë ndodh. Po. Jo atë që e cekë mas 3 vjet ose jo, në moment. Okej, sot un jam sprovuar me një smundje. Tamam, po. Kjo është një sprovë për mua. Kjo është pika e zezë. Tamam. Pa tash ti shohim gjëra tjera që të kanë rrethuar, që janë të mira, mirësi, begati pranë Allahut. Pasuri, fëmijë, dituri, shoqëri, jetë. Po. Më thënë tash krejt të jarove për shkak të një sprove? E Allahu prandaj të përmend njeriu thotë kenut. Se njeriu kur sprovohet, më njëherë vetëm fokusohet te sprova, vetëm më ka godit e keqja, pse unë, shumë keq, as unë duroj. Në njëri, ku i haron të mirat e Allahut, me të cilat Allahut ka bekatu. Vërtet, subhanallah. Si mund ta kuptoj një njeri i cili është i përballuar me sprovë, që vërtet Allahu aja sprovë është një formë ose një shenjë dashurie nga Allahu? Normal këtë e kupton, dardam lëm e kupton besimtari. E kupton ai i cili e kupton vlerën e rëndësisë dhe durimi si durim ka vlerë rëndësinë e saj. Dhe se në momenti kur provohet njeriu ka kjo shenjë pranë Allahut te bareke ve teala. Sepse tham bota dynja është vendi i provave dhe mundet Allahu ta lënë njeriu deri në momentin e vdekjes. Dhe thot Allahu në Kur'an, ku Allahu njerëzit e qizuam, çarët mizorët i lën. Deri kur
حتى تشخص فيه الأبصار ilan deri në momenti kur të rrotullohet shikimi, në momentin e vdekjes. Elan. Dhe shpesh njerëzit arsyetojnë, po unë jam besimtar, pse be mu, po shife be tjetrin, po ai as nuk beson, po shumë i keq, po shumë zullum bon, po shife çfarë jetë mirë jeton. Jo. Ai e ka jetën më të rëndë dhe më të keq. Allahu e ka lanat. Po. Derisa t'i vjen momenti i fundit, e ka lanë ma atë dhe nuk e uzon Allahu dhe është një rrugë të keqe dhe e vazhdo me zullumet e tij deri në momentin kur të llotullohet shikimi pra syt. E tash, Allahu na sprovon. Pse na sprovon? Na sprovon për të na pastron. Na sprovon për shkak të një gjunahi me të cilin Allahu e kemi mëkatuar. Na sprovon që përmes gjunave të na ngrenë në shkalla të larta dhe ditën e ahiretit do dalim para Allahut pa gjunahe. Këto janë urtësit pse Allahu na sprovon. Andaj, dije se kur Allahu të sprovon, ajo është shenjë dashurie. Bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, idha habba Allahu 'abdan ibtala. Kur Allahu e do robën e tij, Allahu e sprovon. Për shenjave se Allahu të don, Allahu ty të sprovon. Dhe thuaj Allahut, alhamdulillah që Allahu më sprovon. Alhamdulillah që Allahu më rikujton. Alhamdulillah që Allahu më uzon. Sprova është sebeb që njeriu të kthehet tek Allahu, që njeriu të ndalet, thotë, çka hem të bëj unë? Ke problem me vladin? Gjuna e yt, nuk të flet e vladi, handicap e vladi, ktheu vetit tënd, llogaritë vetin tënd. Çka bona? Çka bëj? Sa gjuna e kam bë? Pra do të shohi se krejt të sprova që të kanë rrethu, që të kanë rrethu, janë hajër për ty, për me të qetësu, për me të stabilizu, tek Allahu me të ofru, pret këqijave me të largu dhe me të bërë mirënjohës dhe falendrues dhe Allahu te bareke. Dhe harrojmë që pavarësisht vepraftona duhet të shpërblyejmë me xhenet, kështu që sprovat janë një qëllim prej Allahut subhanallahu me na afru tek kjo qëllimi jonë i fundit, cili është se Allahu nuk na ka kriju se na urejn dhe se don me na dënu. O ma dhalemehumullah. Nuk është Allahu ai që u bën zullum njerëzve, por njerëzit i bojnë zullum vetvete. Allahu na krijoi se na don, në esencë, dhe baza jonë është ne jemi për xheneti, ne jemi xhenetli. Se për xheneti Allahu e pruni Ademin alayhis salam këtë botën, këtë dynja. Edhe dëshira Allahut është që ne si robërt atij të jemi për xhenetlive dhe të kënaqemi në mirësitë begatitë e tij që i ka përgatitur për xhenetlit. Dhe Allahu përmes provave që ne jepën këtë botën, këtë dynja, dëshiron të na pastron dhe të dalim para tij pa gjunahe, të falur prej mëkateve dhe të na fusë xhenetit të tij me mëshirën dhe magfiretin e tij. Dhe siç është xheneti i rrethekuar me që na tregosh edhe një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se xheneti thot pejgamberi sa pashi rrethekuar me thera. Kurse xhenemi me lule. Pra vëllai jam ti për të shkuar në xhenet me lejet e Allahut, me magfiretin, rahmetin e Allahut. Ose rose ti duhet të kalosh përmes therave të kësaj bote, të kësaj dynjaje. Ato thera ato janë sprovat, belajat me të cilat ne do të sprovohemi në këtë botën, këtë dynja. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ummeti hadha ummeti al-marhuma. Ky ummeti im është ummeti i mëshiruar. Azabi ka thënë këtij ummeti është këtë dynja. Vullkane, tërmete, luftra. Kurse botën tjetër ka thënë xheneti. Alhamdulillah. Hoxha Allah shpërbleft, jemi duke përfunduar gati. E kemi edhe një pyetje të fundit që besoj është kogja e rëndësishme për audiencën tonë. Një këshill prej teje për një person i cili tash me ku është i sprovuar dhe nuk ka më fuqi të vazhdoj. Kush s'është i sprovuar? S'është i vetmi që është i sprovuar. Çdo kush ka sprovat e tij. Këtë mos e haron. Se nuk është i vetmi person i sprovuar në këtë botën, këtë dynja. Shaddu nasi balain al-anbiya, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët. E pastaj ata që vijnë pas tyre. Kështu që nëse pejgamberët njerëzit më dashur janë sprovuar me sprova më të mëdha, dije edhe nëse sprova yte është sprovë e madhe, kjo dëshmon imanin tënd, besimin tënd dhe dëshmon se Allahu ty të don. Dhe se njeriu sprovohet me sprova sipas imanit të tij. Nëse imani është më i fortë, sprova është më e madhe. Nëse imani është më i dobët, sprova është më e dobët. Nuk je vetëm që sprovohesh, të gjithë jemi sprovuar dhe do të sprovohemi, por dije se Allahu ty të don. Dhe përmes kësaj sprove Allahu dëshiron ty të pastron dhe se prej teje kërkohet të pajtohesh me vullnetin, caktimin, dëshirën e Allahut, se Allahu ka dashur ty të sprovohesh me këtë sprovë. Dhe ti ose do të pajtohesh, do të shpërblehesh dhe do të pastrohesh për gjunave, ose nuk do të pajtohesh dhe sprova për ty do të konsiderohet dënim, azab,
këtë botë dënim dhe botën tjetër llogari që do të dënohesh për mos durimin tënd për sprovën me të cilën Allahu ty të ka sprovuar. Ti zgjedhje tjetër nuk ke. Po. E vetmja zgjedhje për tu shpërblyer, për tu pastruar për gjinave është vetëm të thënë elhamdulillah që mos provoj Allah. Lutem Allah. Mjafton vetëm të thosh o Zot, largo ma këtë provë. Po. Që është e drejtë e besimtarit, që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, wa ma yujibu al-mutarra idha dah. E kush është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai kur ai lutet? Është Allahu. Je nevojtar, je në nevojë, ke sprovë, je sprovuar, ngrej durit përpjet ka qielli. Lutu Allahu te Allah, ma largo këtë keqe. O Allah më ndihmo. O Allah, ma kompenzo me një të mirë. Po. Kështu që luti ve Allahu përgjigjet, sprovën ta largon, shpërbrehesh për durimin tënd, pastrohesh për gjinave, për mëkateve, çdo anë ti fiton. Subhanallah, e vërtet se sa është e çuditshme puna njeriu të sa jemi të vogël në gjithë këto krijesa, edhe Allah prap nuk na harron. Neve edhe na e morëm sikur diçka e keqe kurse është e mirë për ne. Kjo është prej ne ajo që dëshmon rahmeti mëshirën Allahu te bareke ve teala, se Allahu subhanahu wa taala nuk na ka krijuar vetëm të na sjellë këtë botë këtë dynja dhe të na lënë anësh, po interesuar për ne, por jo dërgoi pejgamber. Po. Ne na dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pejgamber për të na drejtuar në rrugën e drejtë, për të na shpjeguar Islamin, si edukatori më i mirë, arsimtari më i mirë, vula e profecisë për të na tregon rrugën që na çon tek xheneti Allahu te bareke. Hoxha Allah shpërblift. Bash me ty ja. Faleminderit shumë për kuën që ke gjetë për ne. Gjithashtu Allah shpërblift. Ju falenderoj edhe gjithë prapa edhe një herë vëllezër dhe motra që kontribuojnë për projektin tonë. Me xhenetit të tij. Amin. Allah na jap gjithherë sinqeritet dhe mos ta harrojmë qëllimin ton. Amin. Dhe mos devijojmë prej tij. Amin. Ju falenderoj edhe gjithë sponsorët. Ju falenderoj shumë. Allah ju shpërblift të gjithëve. Allah ju shpërblift edhe një herë Hoxh. Amin. Faleminderit. Edhe inshallah shihemi prapë në episodin tjetër. Takoshim mirën tjetër vetëm. Inshallah. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.